Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi sërish së bashku për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit që në fakt po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Diskutimi i Valbonës e Delaertit vazhdon që në natën kur Laerti nxori në nominim veten e tij dhe Valbonën kokë më kokë. Valbona ka qenë shumë e zëshme, ka qenë shumë e tensionuar, e ka përjetuar shumë keq këtë nominimin dhe sipas Valbonës është një ndër nominimet më të forta që ka ndodhur në këtë shtëpi. Ditën e djeshme janë përdorur fjalë nga më të rënda nga ana e Valbonës kundër drejt Laertit për tradhëtinë, për gënjeshtrën që Laerti ja bëri Valbonës. Unë dua të ndaloj pak në këtë histori sepse mua nuk më duket një tradhti dhe nuk më duket një gënjeshtër. Banorët të gjithë kanë hyrë në Big Brother për qëllimet e tyre. Banorët të gjithë kanë hyrë në Big Brother për misionet e tyre. Dhe në fakt këto e kanë një mision këtë gjën për ta ndërtuar dhe për ta çuar deri në fund. Dhe nuk e kuptoj pse Valbona këtë historinë, këtë ngjarjen, këtë momentin e qua një tradhëti shumë të rëndë në jetën e saj, një gënjeshtër të madhe që në fakt Laerti i ka bërë. Valbona dhe Laerti u rilidhen, sepse nuk kanë qenë të lidhur asnjëherë, por u lidhen bashkë në momentin kur Gjesti i bëri një banor të vetëm. Dhe nga ky moment Valbona dhe Laerti filluan të shkëmbejnë fjalë miradije, fjalë të ëmbla, emocione drejt njëri tjetrit, por asnjëherë duke mos e sjellur një përfundim për t'i dhuruar një puthje emocionale njëri tjetrit. Laerti në për Prime ka thënë që unë nuk jam Gjesti që të bëj puthje në qoftë se nuk e ndjej. Valbona ka qenë shumë stoike në vendimin e saj dhe një gocë që ka dhuruar shumë dashuri. Dhe gjatë gjithë diskutimeve që kanë patur që Valbona përdorë një tonalitet të zërit shumë të tmerrshëm dhe në fakt është e rëndë për veshjen për ta dëgjuar, Valbona ka ofenduar dhe denigruar Laertin, vlerën e Laertit, familjen e tij dhe personazhin në të cilin ai është në Shqipëri. Ndërsa Laerti nuk e ka përdorur këtë gjuhë kundër drejt Valbonës. Pas të gjithë diskutimi që ditën e pardjeshme të dy banorët patën në dhomën e ndenjës ku Rozana, Gerta, Josi dhe Kelly po shikonin nga tavolina se çfarë po ndodhen, më pas gjatë darkës Valbona kërkoi që të ketë një sqarim me Laertin në verandë ku ja kërkonte arsyen pse e çove situatën që unë edhe ty të shkojmë në nominim kokë më kokë, ndërsa ne të dy mund të shkonim në finale dhe mundeshim që të dy ta shpëtonim atë shtëpim. Do të thënë Valbona është e sigurt që do të ishte një fituese e këtij Big Brotherit. Laerti ka një lloj dyshimi nga fakti që mori dhe bekimin e atë Nikola Xhufkës dhe atë Nikola Xhufka i dha pak informacion nga jashtë se e gjithë Kosova po të prej që në fakt është Gjesti fituesi këtij edicionit, mos prit që të jesh ti. Dhe në anën tjetër Laerti i tha Valbonës që unë kam një qëllim të vetëm, ta shpëtoj këtë shtëpi dhe normalisht që Laerti nuk kishte pretendime që të vazhdonte diçka më tej apo të ndërtonte diçka më tej me Valbonën. Kjo e bëri situatën pak edhe të jetë më interesante dhe të jetë pak më dinamike, ku Valbona ditën e sotme ka patur diskutime të zjarta me Laertin, ku dhe Gjesti ka bërë një kërkesë drejt fansave të tij që të votojnë Valbonën për të shpëtuar sa më shumë. Por kjo gjë nuk do të thotë që e shpëtoi Valbonën dhe kjo gjë nuk do të thotë që e ndihmoi Valbonën. Valbona mbetet përsëri në pikpyetje të mëdha se si do të shkojë ngjarja sonte. Të gjithë dyshojnë që Valbona do largohet nga shtëpia. Laerti tha që unë nuk e kam pritur që të ma kthesh shtëpinë kaq shumë. Unë mendoj që Laerti në aspektin e lojtarit luajti si lojtar. Big Brother është një lojë nervash, Big Brother është një lojë surprizash. Dhe kur e mendoni që banorët janë brenda një formati të tillë dhe një ditë kanë hyrë dhe një ditë të gjithë do të dalin dhe dritat e kësaj shtëpie do të fiken, do me thënë një është ai banor i cili do të fiton këtë Big Brother, nuk do ta fitojnë të gjithë. Dhe janë 5 ose 4 ato të cilët do të shkojnë në finale. Tani vllau i madh në këtë reality show e vë përpara zgjedhjes edhe një burrin edhe një gruan po të ishin në Big Brother. Do me thënë ishte përpara zgjedhjes Tiri dhe Krisa në këtë rast. Që Krisa u largua nga shtëpia, por Tiri e vazhdoi lojën derisa aq mundi të bën në shtëpi.
Dhe realisht vllau i madh po luan në mënyrën më të bukur të mundshme me banorët, sepse po fitoj 100.000 euro. Dhe të fitosh 100.000 euro në botën e jashtme të duhen një jetë, ndërsa në Big Brother po i fiton për 3 muaj. Dhe për këtë gjë unë jam shumë i bindur që Laerti luajti fiksi një lojtar dhe Valbona mendoj që deri në këtë pikë të lojës ka qëndruar në shtëpi duke e përdorur pak edhe një metodën e saj. Valbona e pa që rrethi i saj më u largua krejtësisht dhe nuk dinte se ku të mbahet, a do të shkonte në kolltukun e kuq apo në të kaltërtin. Domethënë të njëjtin problem tashmë në ditët të vazhdim do ta ketë edhe Danja, sepse Danja nuk ka krijuar një aleancë dhe gjithmonë ka qenë individuale në këtë lojë. Dhe zakonisht banorët individuale kanë patur shumë të vështirë që të shkojnë drejt një finales, por diskutimi është shumë i zëshëm, kërcënimet edhe ofendimet drejt Laertit janë shumë të zëshme dhe Valbona i tha dje një fjalë, nuk e kam, tha unë, ushtarin tim, tha se ti do shikoje se çfarë do të gjente. Do me thënë, Valbona po kërcënon brenda kësaj shtëpie në një farë mënyre banorët, por në anën tjetër i thonte që kush ka pedani e tij, sepse nëna jote të quajti për kapedan. Si e shikoni ju zhvillimin e marrëdhënies dhe situatës të Laertit edhe Valbonës, por edhe në ditën e sotme që ka shumë dinamik?